Organizata e Mujahedinëve të popullit të Iranit, që nga dita e parë të fitores së revolucionit, bëri gjithçka për të marrë pushtetin në Iran, duke nisur nga atentatet e deri tek vrasja e njerëzve dhe, në fund, bashkëpunimi dhe veprimtaria si krahu operacional i ushtrisë së Saddam Husseinit gjatë luftës. Pas humbjes së bazës së saj shoqërore në gusht të vitit 1988, mujahedinët bën kumbarin e tyre të fundit me operacionin Drita e Përjetshme, një operacion që nisi me mbështetjen e ushtrisë irakiane dhe me synim për të arritur në Tehran brenda 48 orësh. Por pas këtyre sloganeve dhe pretendimeve, ishin familjet që u bën viktima. Me fillimin e sulmit, familja Sharafi nga fshati Alibat, ashtu si shumë banor të tjerë, hipën në makinën e saj për t'u larguar nga zona, por makina e tyre u vu në breshërinë e armëve. Në këtë incident, humbën jetën 4 fëmijë të kësaj familje. Naushin 3 vjeç, Marzideh 8 vjeç, Ali Akabar 12 vjeç dhe Soudabeh 14 vjeç. 4 fëmijë dhe adoleshent, 4 djetë dhe 4 ëndra që u bën viktimë të luftës dhe dhunës. Kjo është vetëm një pjesë e realitetit që fshihet pas emrit Drita e Përjetshme, një realitet që nuk duhet të harohet mes zhurmës dhe sloganeve.